Dje ishim në Berat, në një realitet të ri të krijuar atje, 70 dhe disa të prodhues të vaj të ullirit, që ishin bashkuar bashk. Për çfarë ishin bashkuar bashk? Nuk ishin bashkuar ullint, trungjet. Nuk ishin krijuar një strukturë që të rrinin në kafene dhe të vinin sklever të punonin, jo. Kishin bashkuar bashk procesin e grumbullimit, ambalazhimit, marketimit dhe shitjes. Pra kishin krijuar një masë kritike për të qenë faktor në treg. Dhe natyrisht që për ta është e gjithë mbështetja e mundshme. Dikush prej tyre tha na duhet një laborator këtu afër se tani kjo gjëja nuk mund të jetë që ne krijojmë këtë realitet të ri dhe duhet të shkojmë të bëjmë analizat në Tiranë. Laboratori në fakt ishte pjesë e mbështetjes financiare që Bashkia e Beratit kishte garantuar në ndërkohë për të futur në atë mekanizëm. Këtu roli i bashkive është kyç, e tha ministri, e kam përsëritur shpesh herë, për të ndihmuar krijimin e këtyre realiteteve. Por nuk ka më kohë për të humbur me teori a duhet as duhet. Që duhet kjo nuk është